Pagarusha është një fshat me histori të pasur, vendlindje e artistëve, luftëtarëve dhe njerëzve që kanë lënë gjurmë në shoqëri. Nga ky fshat vjen edhe banori Nysret Kryeziu. Përpara se të rrëfejë historinë e Pagarushës, ai ndalet te jeta e tij, një rrugtim mbi 4 dekada në shërbim të arsimit dhe të brezave të tërë. Edhe në vitet më të vështira, gjatë luftës, kur Pagarusha u bë strej për mira refugjat, shkolla nuk e humbi misionin e saj, por rrëfimi i Nysretit nis shumë më herët. Jam I lindur në Pagarush në vitin 1965. Kam qenë djalë I parë I familjes dhe thëtë. Shkollimin kam filluar në Pagarush në vitin 1971. Kam përfunduar me sukses shkëlqyeshëm shkollën fillore dhe të mesme. Mesme më kryen Sarek edhe në Ravec. Ndërsa shkollën e lartë kam vazhduar në vitin 1983-85 në Gjakov, në programin fillor. E kam kryer në afat rekord. Edhe në vitin 1985 kam filluar punën në Pagarush, si mësimdhënës I mësimit klasor. Çfarë më thon, për shkollimin ka qenë edhe atëherë sfidë, edhe për familjen edhe për neve, për arsye se kemi pas me udhëtuar edhe për shkollë mesme, kemi udhëtuar deri në Nishor me dalë në autobus ose në Ravec kemi dalë te Dragobil për arsye se nuk ka pasur atëherë mjete ose rrugë për qarkullim kështu publik. Mirë po, vullneti I madh edhe përkraja familjes, dëshira normalisht e familjes, ja kemi dalën, ja kemi kryen me përkushtim edhe me vullnet. Se qysh atëherë në rinj kemi pas me qujtën një vullnet që të kontribuojmë dhe shërbejmë për fëmijët tonë, për vendin tonë, për njerëz tonë. Edhe me një farformë ja kemi dalë. Për arsye se unë nuk po them vetëm për vete, po në përgjithësi si gjenerat në të asaj kohës, edhe pse në kushte të vështira jemi shkolluar. Jemi mundu me marrë më të mirën të mundshme, mirë po në anën tjetër jemi mundu me dhënë më të mirën të mundshme edhe për nxënësit edhe për qytetarët tanë këtu në komunitetin tonë. Kryeziu thotë se profesioni si mësues nuk ka qenë kurrë fitimprurës, megjithatë dashuria për arsimin e ka mbajtur të palëkundur. Edhe sot, pas më shumë se 4 dekadash, ai vazhdon të hyjë në klasë me ditar në dorë. Dashurinë për këtë profesion e ka trashëguar edhe tek 2 vajzat e tij. Në vitin 1992 kam kaluar në pozicionin e sekretarit të shkollës. Dikon për 8 vite deri në vitin 2000. Mandej për shkak të reduktimit vendeve dhe të numrit të nxënësve, përsëri jam kthyer si mësimdhënës aty ku punoj edhe sot. Tani dikon 40 vjet I kam përvojë pune me mësimdhën, do të thotë në shkollë. Sfida kem pas edhe para luftës, edhe pas luftës, në një farforme të llogariten me arritën suksese sa më shumë me nxënëse dhe me një farforme me joshë dhe të tjerët që ta zgjedhin si profesion. Mirë po që në kohën e fundit është lënë nona shpak. Për arsye se profesioni I mësuesit ndoshta asnjëherë s'ka qenë fitimprurës. Unë për veten përgjithësi jam I kënaqur edhe me profesionin edhe me të arriturat. I kam 4 fëmijë, 2 djem, 2 vajza. Edhe për shkak dashurisë me profesionin. 2 vajzat I kam mësuese. Të dyat janë martuar, kanë fëmijë. Mirë po që më një farforme I kom orientuar që me vazhduan këtë profesion edhe me kontribuan për vendin e vet, për fëmijët e tyre kështu. Sot ai e kujton me emocion ditën e parë si mësimdhënës, ndërsa flet edhe për ndryshimet mes sistemit arsimor para dhe pas luftës në Kosovë. Më tregu drejtën,
kur kam filluar si mëdhënës, do të pa i mbush 20 vjet kam filluar me punu si mëdhënës. Kam qenë shumë i ri edhe me një farë forme ndoshta edhe e kom një farë lloj frige që nuk do të muj me arritën shumë sukses në fillim, mirë po mbështetja e mësimdhënësve atëherë, drejtorit shkollës edhe të tjerëve brenda shkollës më ka bën që të ndihem rehat për një kohë shumë të shkurtër. Edhe kam fillu me një farë forme me dhënë të gjitha të njohuri që e kemi fituar në gjatë studimeve, edhe kam gjetë përkrahjen edhe mbështetjen edhe të prindë edhe të fëmijët edhe në përgjithësi kam dalë i sukses shumë qysh prej fillimit. Prej gjenerata të para deri me tani. Para luftës edhe si me thonë në 10 vitet e pas luftës, në përgjithësi kemi qenë me një mësim tradicional. Do thotë ka qenë mësimi komplet me përmbajtje. Do thotë kemi mësuar prej një traditës, prej mësimdhënësve, si me thonë, tonë dhe të tjerëve, mirë po. Sfidë është edhe për mësimdhënësit në përgjithësi ka qenë ndryshimi i strategjive mësimore. Unë për veti në vitin 2017 jam licencuar dhe si trajner për kurrikulin e re. Dhe dikon për në 6 vite kam marrë në trajnim me gjithë mësimdhënësit e programit fillor në nivel komunal këto. Mirë po në përgjithësi ka qenë sfidë. Edhe së asaj ditës është sfidë, për arsye se është bën një ndryshim mjaftueshëm i madh. Prej një strategji në një strategji tjetër, mirë po të kuptohet drejt. Edhe po dojmë të ecim drejt, do të thotë shtigjeve të reja, ne duhet se mësimi është, do të thotë, të mësojmë gjatë gjithë jetës. Për këtë arsye, mësimdhënës duhet të jenë të përgatitur edhe të përgatitin gjatë gjithë jetës, strategji të reja, metoda të reja, teknika të reja. Sipas Nusret Kryeziut, gjatë luftës së fundit në Kosovë, Pagarusha u shndrua në një strej për një numër të madh refugjatësh, të cilën gjetën siguri në këtë fshat. Po, fshati Pagarush është një fshat goxha i shpërndam gjeografikisht, përbëhet prej 8 lagjeve. Edhe për shkak strategjive me quajtën ndoshta ushtarake, është paraqit që është një vend i sigurt për strehim. Edhe në vitin 1998 njerëz prej të gjitha komunave përreth, mirë po edhe me gjerë, janë ndrejtuar fshatit Pagarush me ofenzivën e Rahovecit, pikërisht në fillim ka qenë ofenziva e Rahovecit. Njerëz prej komunës Rahovecit kanë filluar të parë në orë, mandej me ramin e Grykës Llaposhnikut kanë bërë lëvizje komuna të tjera, edhe pjesa poshtë e Suarekes, ka pas nga komuna Klinës, edhe komuna tjera si Lipjani, edhe mos me thonë në përgjithësi mirë po, llogaritet në gjatë kohë me 18 korrik. Në vitin 98, kur ka qenë ofenziva në Rahovec, kanë fillu me ardhen strehumët edhe për një periudhë shumë të shkurtër, si me thonë disa ditore, këtu ka pasën të strehum dikon llogaritet mbi 100.000 njerëz. Që do të thotë, se cila shtëpi edhe se cila pjesë me quajtën publike ka qenë e nxënë me strehum. Mirë po, këtu
falë mundësisë që uji ka qenë i mjaftueshëm, se sa në lagje kroje, do të thotë, një si mjet apo element për ekzistencë, druni për pjekjen e bukës. Edhe ndihmat humanitare kanë filluar me ardhen më njëherë, do të thotë me evakuimin e njerëzve, paralelisht janë ardhur ndihmat humanitare që pikë distribuimi ka qenë shkolla në atë kohë, ku kanë marrë pjesë shumë organizata humanitare, po përmendi si Nën Terezën, UNHCR, jo me të tjerët. Dikon sa mbaj mend se kam punuar edhe në atë kohë në shkollë për shpërndarjen e ndihmave. Shpeshherë kemi shpërndarë, do të janë shkarkuar nga 12 shqipera në ditë. Ai kujton se pavarësisht numrit të madh të strehuarve dhe qëndrimit të tyre për muaj të tërë, askush nuk mbeti pa ushqim. Përveç kësaj, në Pagarush funksiononin edhe spitale të improvizuara dhe shtabe ushtarake. Mirë po, dikon të gjithë fshatat për rreth. Nesh, edhe të tjerët janë furnizuar si pikë distribuimi edhe do të thotë, të gjithë këta njerëz që kanë qenë këtu, as për ushqim, as për veshmbathje, edhe as për ujë, as për dru nuk kanë pasën problem. Kjo ka qenë një prej arsye pse njerëz janë strehuar ndoshta këtu. Fshati Pagarush në atë kohë ka pas 4 spitale ushtarake aktive që janë kohë, për shkak të dyndjeve dhe lëvizjeve të popullatës që në orë prej Semetishtit, prej Vershoncit dhe prej pjesëve nalt. Do thotë prej Kleçkës dhe të tjerëve janë ardhur janë strehuar këtu. Përpas asaj kanë qenë edhe 5 shtabe ushtarake, ku njësitë tona bashkë me të tjerat kanë funksionuar dhe kanë në një farë forme kanë kryer punën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne në përgjithësi si fshat jemi do të kënaqur me njerëz të strehuar, mirë po kem pas edhe lavdata dhe mirënjohje edhe nga të tjerët kur pas përfundimit që në një farë forme janë ndi sigur në shtëpinë e vet. Edhe këtu dikon llogaritet për një periudhë 9 mujore kanë qëndruar. Nuk ka qenë as një javë, as 2, as 3. Mirë po prej 18 korrikit 1998 dhe me 31 mars të vitit 1999, kur jemi evakuuar të gjithë jemi larguar nga fshati për shkak të rrezikshmërisë normalisht, edhe jemi shkuar për Bellanicë. Atje kemi bërë një natë dhe njerëz nga gjithë vendi aty kanë lëvizën për Shqipëri. Dhe kjo ka qenë një periudhë në një farë forme luftës, që edhe sot krenohemi për atë farë punë që e kemi kryer dhe në një farë forme që e kemi dhënë kontributin tonë në atë drejtim, secili në mundësinë e vet. Pagarusha është edhe vendlindja e ikonës së muzikës shqiptare. Në xhamie Pagarusha, sot në qendër të fshatit ngritet shtatorja e saj. Për banorët, kjo është përmbushja e amanetit dhe një shenjë mirënjohje për artisten që e bëri emrin e Pagarushës të njohur kudo. Me tregu drejtën, në projektin për ndërtimin e këtij busti kam qenë si kryetori i komisionit për ndërtimin e bustit. Në vitin 2022, me iniciativën e ambasadorit Shqipërisë, Mingjozi, me një farë forme e ka pas idol në xhamien edhe me një farë forme ish për kujdes në kohët e fundit me ta. Për të edhe ja lën një amanet Mingjozit. Me thotë mos i ambasador, jeta jam për përfundon. Kam dëshirë që në Pagarush më aloni shan. Edhe se kjo në vitin 2020 ka ndru jetë, me të shpirtin. Kur vjen ambasadori, vjen në komunë
përmes kryetarit komunës na informon neve si pagarush, thotë kështu, thotë kam një amanet nga Nezmije Pagarush. Thotë me bë një bust me një vend që një pjesë e hapësirës në Pagarush të jetë busti i saj edhe me një farforme të përkujtuar. Edhe me njëherë ne kemi marrë iniciativën. Jemi organizu fshati komplet, do të si qytetar brenda dhe jashtë, dhe diaspora, që i falenderojmë shumë, se të që ka pas mundësi të ndihmoj. Në vitin 2023, me 21 tetor, kemi bën përrimin e bust. Mirë për këto është diçka për të teksuar. Del një djalë i lagjës Dukaj vetje, në Ver Hasan Kryeziu, kur ndëgjon për iniciativën edhe organizimin për grumbullimin e mjeteve, për ndërtimin e bustit, rregullimin e hapësirës, merr përsipër bustin me e pagu vetë, do thotë si donator kryesor për ndërtimin e bustit ka qenë Enver Hasan Kryeziu, që e falenderojmë. Dikon 21.000 euro i ka paguën vetë. Punon si afarist në Francë, realisht, si një biznismen i suksesshëm. Edhe prej aty, neve në u lehtësu puna, për arsye se mandej mjete tjera, që kemi grumbullu mbrenda fshatit edhe pjesa tjetër e diasporës, kemi bën rregullimin e hapësirës. Edhe me një farforme, ja kemi shtu vlerën fshatit. Se kjo përpos që ka qenë si këngëtare e njoftën jo vetëm për Kosovën, por edhe më gjerë në një farforme. Në kohën e fundit ka marrë çmimin edhe prej Donald Trumpit, do të thotë në mandatin e parë kur ka qenë. Edhe ndoshta që po mendoj që ashtu. Edhe gjatë periudhës luftës kur imi konë në krizat mëdha, kemi ndëgjuar përmes njerëzve që kanë qenë aty, që fshati Pagarush ka qenë i shkruar në tavolinën në departamentin amerikan, të Clintonit në atë kohë. Edhe kjo ka mujt tjetë fal emrit saj, për arsye se ka qenë i njohur në gjithë botën. Ne kemi pas me bërgj, me bërë diçka, jemi mundu me bërë diçka, edhe për me arsyetu krejt këtë donacion që kemi bën për ta, kjo ka lënë amanet më voros në Pagarush. Në fshatin tim Lindjes, edhe me qenë ofër nënës saj. Ka mund tjetë edhe në Prishtinë, kjo e voros në ato vërrezat ku ndoshta njerëz më eminent janë aty. Mirë po që malli për vendingjen nuk e ka harru asnjëherë, edhe ne kemi pas me bërgj me bën diçka për ta, që jemi jashtëzakonisht kënaqur. Edhe shkolla e fshatit mban emrin e Vesel Pagarushës, babait të Nezmije Pagarushës. Ai njihet si një ndër kontribuesit e hershëm të arsimit dhe si njeriu që solli ndër abetarët e para në Kosovë. Shkolla fillore Vesel Pagarusha në Pagarush daton që nga viti 1947. Atëherë ka qenë fillimet e pore I ka pasur në Mejtep fshatit, në periferi dikon. Edhe për shkak të rritjes së numrit edhe të interesimit të njerëzve për me çu fëmijët në shkollë është llogaritën që të ndërtohet një shkollë. Normalisht me mënyrë humanitare dhe vullnetare të njerëzve. Shkolla ka filluar të ndërtohet në vitin 1951, në vitin 1952 ka filluar si shkollë 4 vjeçare e plot në këtu lart në periferi, edhe në vitin 1972 është ndërtuar objekti montazh, edhe ka filluar si shkollë plot 8 vjeçare. Në vitin 1973 shkolla jonë është pavarësuar nga shkolla Dragobilit. Drejtori I parë në atë kohë është caktuar në Qerem Kryeziu, është zgjedhur Qerem Kryeziu,
edhe që nga atëherë funksionon si shkollë e plotë. Edhe sot, do të shkolla mban emrin me krenari Vesel Pagarusha, është shkollë e plotë 9 vjeçare. Tani ka dikon rreth 150 nxënës, prej parafillorëve deri në klasën e 9. Mirë po që ndihet mungesa e numrit nxënësve në çdo vit për shkak të migrimit, jo edhe për shkak të lëvizjes së njerëzve nga këtu nëpër qytete, të u nis prej Malishevës më lart. Mirë po me tregu drejtën, në kohët e fundit, që një 4-5 vite, jemi të mundu me u organizu si fshat, me bë mirëmbajtjen e hapësirave publike, edhe me i rregulluan ato. Nga arsimit e historia, nga luftat e trashëgimia kulturore, Pagarusha vazhdon të mbetet një fshat që ruan kujtesën dhe krenarinë e saj. E rrëfime si ai Nusret Kryeziut dëshmojnë se vlerat e këtij vendi vazhdojnë të jetojnë brez pas brezi.